Ndryshimi është i dhimbshëm, por unë do t'ju them se keni vetëm 3 zgjedhje dhe ja cilat janë. Ta kapërceni dhimbjen tani, thjeshtoni Perëndi çfarëdo që kërkohet, unë dua ta bëj dhe ta kapërcej këtë. Ta kapërceni dhimbjen më vonë dhe të jeni të dëshpëruar deri atëherë, ose zgjedhja e tretë, ta mbani dhimbjen për gjithmonë. Çdo ditë ju mund të keni një fillim krejtëri. Unë dua t'ju lexoj nga libri i vajtimeve 3:17 deri në 25. Kjo faktikisht është shumë e bukur. Ke larguar shpirtin tim nga paqja, kam harruar mirëqenien. Kam thënë është zhdukur besimi im. Dhe shpresa ime tek Zoti. Çdo gjë që unë kam thënë, ju mund ta shihni pikërisht këtu. Durimi im është zhdukur, unë ndihem i dobët, do të dorëzohem, nuk mendoj se mund ta bëj më këtë. Kjo sepse shpresa ime është zhdukur dhe shpresa është një pritshmëri pozitive se diçka e mirë do t'ju ndodhë juve nga çasti në çast. Kur ju mendoni kështu do të qëndroni të fortë. Çdo mëngjes kur ngriheni, madje para se të ngriheni, përshpëritini vetes suaj, diçka e mirë do të më ndodh mua sot. Kujtohu për pikëllimin dhe për endjen time, për pelinin dhe idhërimin. Shpirti im kujtohet gjithnjë për këtë dhe është i rrëzuar brenda meje. Kështu ai po thot, unë vazhdoj të kujtoj të gjitha gjërat e këqija që më kanë ndodhur. Dhe shpirti im është i ligështuar dhe është i rrëzuar brenda meje. Këtë dua ta sjell në mendje dhe prandaj dua të shpresoj. Ju mund t'i sillni gjërat në mendje, ose mund t'i nxirrni gjërat jashtë mendjes. Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e Tij nuk janë mbaruar plotësisht. Për të rritën çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im, prandaj do të kem shpresë tek Ai. Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek Ai, me shpirtin që e kërkon. Për sa kohë që Jeremia mendonte për humbjet e tij, ai thjesht bëhej gjithmonë në gjendje më të keqe e më të keqe, por sapo ai vendosi të sillte në mendje gjërat e mira në jetën e tij, krejt papritur çdo gjë filloi të ndryshonte. Mëshirat e Perëndis janë të reja çdo ditë. Dhe e dini se çfarë na premton tjetër ai? Asgjë në jetën tonë, madje asgjëja më e marrë që ne kemi bërë nuk do të shkojë kot nëse a dorëzojmë atij. Me sinqeritet ju them se kur Perëndia filloi me mua, unë nuk kisha asgjë, por nga do të më shihni tisha rëmuj. Mendja ime ishte rëmuj, mënyra si flisja, mënyra si ndihesha për veten, mënyra si trajtoja të tjerët. Po them çdo gjë ishte rëmuj. Isha egoiste, egocentriste, shumë rebele, isha e tmerrshme. As vet nuk e di se si. Apo pse Perëndia zgjodhi të më përdorte. Gati e vetmja gjë që po ndodhte brenda meje ishte se doja Perëndin. Nuk dija shumë për të, por me aq sa e njija, e doja. Dhe unë doja të kisha një marrëdhënie me të që nga koha kur isha e vogël. Madje edhe kur isha e martuar me burrin e parë, që ishte vërtet abuziv, jo fizikisht, por shkonte me gra të tjera, nuk punonte dhe gjithmonë vidhte ato pak gjëra që unë kisha. Dhe unë u zgjova një natë dhe e gjeta duke u përpjekur të me hiqte unazën e martesës. Ai do ta shiste dhe ajo nuk vlente as 10 qindarka. Kështu, po them, unë kisha shumë dhimbje në jetën time, unë kisha shumë gjëra, shumë rëmuja në jetën time, shumë lëndim dhe qëndrim të keq. Vërtet, unë dua që ju të kuptoni se kur shoh atë që Perëndia ka bërë në mua, unë jam shumë pasionante për atë që ai mund të bëjë në ju. Po them, unë vërtet besoj se me Perëndin të gjitha gjërat janë të mundura. Amen.
Unë thjesht ju sfidoj të dorëzoni veten tuaj tek Perëndia. Mjaft të përpoqet ta bëni Perëndin t'ju jap atë që ju doni. Dhe thuajini atij se doni atë që ai do. Më duhet ta them përsëri këtë. Mjaft të përpoqet ta bëni Perëndin t'ju jap atë që ju doni dhe thuajini t'ju jap atë që ai do. Perëndi, vullneti yt u bëft në jetën time. Unë po i them po gjithçkaje që ti do dhe unë madje as nuk e di se ç'është. Tani ju jeni duke marrë një zotim. Shumë njerëz nuk duan të martohen, por të jetojnë së bashku. E dini pse? Nuk duan të marrin zotime. Duan të kenë një rrugdalje nëse gjërat nuk shkojnë mirë. Ne duhet të jemi të përkushtuar. Ne duhet të jemi besnik, të ndershëm. Ne duhet të durojmë vështirësitë dhe të dalim në anën tjetër të gëzuar. Asnjë nga gjërat që unë kalova në jetë nuk ka shkuar kot. Ju më keni dëgjuar, unë i përdor ato për t'ju inkurajuar ju. Asgjë në jetën tuaj nuk do të shkoj kot, nëse ja jepni Perëndis. Tani le të flasim për emocionet për pak minuta. A do t'i dëgjoj njëri këto? Më ka mbetur shumë kohë që t'ju flas në lidhje me ndjenjat tuaja. Së pari le të flasim për natyrën e ndjenjave dhe emocioneve. Me qëra fjala, 823 njerëz ja dorëzuan jetën e tyre Krishtit në takimin e kaluar. Lavdëroni Zotin! Uhu! 823 bebe që duhen trajnuar. Së pari, ndjenjat janë të lëkundshme. Ato ndryshojnë gjithmonë. Nuk mund të vareni prej tyre. Ato janë aty kur nuk i doni dhe largohen kur ju i doni. Amen. Mos i lejoni emocionet të votojnë kur merrni vendime. Dhe sidomos vendime të rëndësishme. Mos u martoni për shkak të mornicave. Sepse ato do të largohen. Mund të them ca gjëra, por Zoti them. Emocionet nuk janë të besueshme. Ju nuk mund t'i merrni vendimet bazuar tek ndjenjat, por duhet të shkoni përtej tyre tek ajo që thot fjala e Perëndis. Faleminderit. Mësoni t'i ktheni fjalën djallit. Kur ai ju thot askush nuk të do, hapni gojën dhe thoni, Perëndia më do mua. Kur djalli ju thot ti kur nuk do ta kapërcesh këtë, jeta jote është e shkatëruar, thoni gënjeshtar. Perëndia do ta marrë këtë dhe do të bëj diçka të madhe me të. Pse? Sepse Perëndia restauron gjërat. Ai mund të marrë çdo gjë e të bëj diçka të mirë. Ne duhet të mësojmë të bëjmë atë që është e drejtë edhe kur ndihemi keq. Për mua kjo është deklarata më e mirë që Perëndia më ka dhënë. Nëse ne vazhdojmë të presim të ndihemi mirë për çdo gjë para se të bëjmë të drejtën, armiku gjithmonë do të jetë në kontroll. Ndjenjat e këqija vinë kur nuk i duam dhe të mirat largohen kur i duam. Ju duhet të mësoni të kapërceni dhimbjen e ndjenjave. Ti më lëndove ndjenjat. Unë ndihem e ofenduar. Unë ndihem. Të gjithë jemi lënduar. Nuk ka asnjë person këtu që nuk është lënduar nga dikush. Dhe ka gjasa të lëndohet përsëri, nuk po përpiqem të profetizoj gjëra të kota,
por nëse do të merreni me njerëzit, nuk dini se është të bëni me ta dhe duket sikur s'bëni dot pa ta. Ata janë absolutisht kudo që shkoni. Dikush ose diçka na ka lënduar të gjithëve, abuzimi, refuzimi, braktisja, tradhëtia, zhgënjimi, paragjykimi, kriticizmi. Dhe ne duhet të fillojmë të bëjmë zgjedhjet e drejta, ndërkohë që jemi ende të lënduar. Kështu ju mund të jeni këtu sot dhe ju mund të jeni të plagosur e të lënduar dhe ju thjesht dëshironi që unë t'ju predikoj një mesazh të bukur në lidhje me këtë, diçka që do t'ju ngushëlloj e do t'ju bëj të keni një ndjenjë të ngrohtë brenda jush. Dhe ja ku jam duke ju thënë, pavarësisht se si ndjeni bëni të drejtën. Ndërsa jeni të lënduar bëni të drejtën. Unë po ju a them këtë sepse e di nga fjala e Perëndis dhe nga përvoja ime se nëse doni vërtet ta kapërceni. Forca, dikush është dakord, e kuptova. Sa nga ju kanë kaluar disa gjëra të tmerrshme në jetë dhe tani ata kanë fitore. Mirë, pa shikoni pak. E mahniqme. Faleminderit. Ne duhet të fillojmë të bëjmë zgjedhjet e drejta ndërsa jemi ende të lënduar. Nuk ka ndjesi të mirë tani, por më vonë. Hebrejve 12:11, çdo ndreqe pra aty për aty nuk duket se sjell gëzim por i dërim, por më pas. A intereson dikujt ajo që vjen më pas? Sepse e dini më pas do të vi. Dhe dëgjoni, ju jeni 20 tani. Më pëlqen ajo që thot psalmisti, dikur isha i ri por tani jam i vjetër dhe mendova po, kjo gjë u ndodh të gjithëve. Pavarësisht se sa të rinj jeni tani, por më pas do të vi dhe më dëgjoni mua, më pas do t'ju duhet të korni farat që ju keni mbjell tani. Kështu sot është dita për të bërë një kthes dhe sot është dita për të marrë një vendim. Dhe edhe sikur të ndiheni sikur mishi do t'ju ndahet më dysh, ju duhet të bëni atë që Perëndia ju kërkon. Nëse jeni në një marrëdhënie të gabuar dhe që nuk ja vlen dhe ju e dini se është e gabuar për ju, dilni prej saj. Dhe nuk po flas për largimin nga martesa, mos shkoni në shtëpi të thoni unë po të lë sepse më tha Joyce. Nuk është kjo ajo që unë po them. Po them, ka njerëz në këtë sallë sot që janë në mënyrë romantike të përfshirë me njerëz që e dinë se janë si helmi në jetën e tyre. Forca tani mos u fshihni nën karrige. Po i besoj Perëndis ta ndryshoj atë. O, zemër. Nuk po them se nuk ndodh, por mund të doni të shihni disa prova më parë. E dini, ndoshta vetëm disa prova. Ne sa jojmë çdo lloj justifikimi, i themi vetes çdo lloj gjëje që të bëjmë atë që duam vet. Mos bëni gjëra që e dini se po ju helmojnë ju. Ju keni vetëm një jetë për të jetuar dhe duhet të bëni zgjedhje të drejta për veten tuaj. A ka njëri nevojë ta dëgjoj këtë sot? Nëse ju jeni i vetmi person që e dini se po bën të drejtën, ju vazhdoni të bëni të drejtën dhe do t'jeni i vetmi që do të përfundoj lumtur më pas. Tani, ndryshimi është i dhimbshëm, nuk po ju them se nuk është. Kur bëni të drejtën kur jeni të lënduar, është e dhimbshme, nuk po them se nuk është. Por unë do t'ju them se keni vetëm 3 zgjedhje dhe ja cilat janë. Ta kapërceni dhimbjen tani, thjeshtoni Perëndi çfarëdo që kërkohet
Unë dua ta bëj dhe ta kapërcej këtë. Ta kapërcej një dhimbjen më vonë dhe të jeni të dëshpëruar deri atëherë, ose zgjedhja e tretë ta mbani dhimbjen për gjithmonë. E dini çfarë më ndihmoi mua ta kapërceja dhimbjen? Oh, Perëndia im, ishte e vështirë për mua të mësoja të kisha qëndrim të mirë. Dëgjoni, ju nuk e dini se sa shumë duhet të luftoja me vetkeqardhjen. Po them, mua thjesht më vinte keq për veten, nga që isha abuzuar. Dhe kujt nuk do t'i vinte keq për veten nëse do t'i kishin ndodhur ato gjëra që më ndodhen mua. Por dëgjoni, ajo që unë po bëja, ishte se po përdorja atë që më kishte ndodhur si një justifikim për sjelljen e keqe. Forca apo i flas dikujt apo jo? Dhe unë kisha një lloj mentaliteti si kur të gjithë më detyrohen. Mirë, unë kisha shumë pritshmëri, por vetëm Zoti mund të ma shlyente. Kjo është ajo që duhet të kuptoni. Nëse dikush ka vjedhur diçka prej jush, nëse ju ka vjedhur fëmirin, apo gëzimin, apo diçka që duhet ishte juaja, mos u përpiqni ta bënit ju paguaj. Ai nuk mund t'ju shlyej atë. Shkoni tek Perëndia dhe kërkojini atij t'ju kompensoj. Po them, mua më vinte keq për veten time. E kam thënë më parë dhe Perëndia më tha: mund të ndjesh keqardhje ose të kesh fuqi, por s'mund t'i kesh të dyja. Ka gjithmonë zgjedhje. Dëshironi të jeni viktim apo të keni fitore? Dëshironi të rini kote të ndjeni keqardhje për veten çdo ditë të shihni gjërat e këqija që ju ka ndodhur? Apo dëshironi t'ja jepni gjithë rëmujën Perëndisë të thoni, le të fillojmë, unë dua të shoh të shfaqesh në jetën time. Por premtimi i shpërblimit më inkurajoi kur unë po kaloja kohë të vështira dhe përpiqesha të kapërceja abuzimin që përjetova. U kapa fort pas Isaias 61:7-8 në vend të turpit tuaj. Do të keni një nderim të dyfisht. Në vend të hutimit do të ngazëllojnë në trashëgimin e tyre, prandaj në vendin e tyre. Më pëlqen kjo pjesë, madje s'ka pse të prisni derisa të vdisni. Perëndia do të filloj t'ju bekoj tani ndërsa jeni ende gjallë. Prandaj në vendin e tyre do të zotërojnë dy fish për problemin. Dhe do të kenë një ngazëllim të përjetshëm. Pse? Sepse unë Zoti e dua drejtësinë, urrej vjedhjen Perëndisë. Nuk i pëlqen kur njerëzit ju trajtojnë keq, dhe nuk i pëlqen kur ju trajtoni keq të tjerët. Unë do t'u jap atyre me besnikëri shpërblimin, pra do të ketë shpërblim. Sa nga ju e presin me padurim shpërblimin? Dëgjoni, kur jeni të lënduar, atëherë duhet t'i kujtoni vetes këtë. Kjo nuk është e drejtë, nuk e meritoj, është shumë e vështirë. Por Perëndi më ndihmo të veproj drejt dhe unë e di mirë se do të kem shpërblim kur ta kapërcej. Më dëgjuat? Por dëgjoni, është e vështirë të mos veproni ashtu si e ndjeni. Perëndi na ndihmo. Na ndihmo të jemi të mirë me njerëzit që nuk janë të mirë me ne. Nëse ju mbani mosfalje kundrejt njerëzve, nuk bëni asgjë veç se lëndoni veten. Nuk u bëni asgjë të tjerëve. Hebrejve 11:6, Perëndia është shpërblenësi i atyre që e kërkojnë atë. E dini, ju zgjodhët pikërisht këtë ditë të vinit këtu në këtë takim. Dhe do të dëgjoni disa gjëra dhe po dëgjoni disa gjëra që do t'ju mbajnë larg problemeve gjatë javës. Forca. A ka ndonjë këtu? Duke qenë se më keni ndjekur edhe më parë, dhe nuk dua të më bëni të ndihem mirë, por dua sinqeritet, sa nga ju kanë marrë
ndonjë vendim për shkak të diçkaje që kanë dëgjuar dhe e dinë se do të jetë ndryshuese për ta. Mirë, atëherë ja ka vlerëtur çdo përpjekje që kanë bërë për të ardhur këtu. Ju e keni marrë vendimin dhe do të shkoni në shtëpi e do ta zbatoni. Por nuk ka muzikë dhe drita dhe festa ka mbaruar. Abrahami u përball me një zgjedhje shumë të vështirë dhe mundësinë për një shpërblim. Dhe unë mendoj se kjo na vjen edhe neve gjithkohon. Unë mendoj se më shumë nga sa e kuptojmë, na vinë zgjedhje dhe zgjedhje dhe zgjedhje. Perëndia tha, vë para teje jetën dhe vdekjen, të mirën dhe të keqen. Zgjidh jetën që ti dhe pasardhësit e tu të jetoni. Përse na e dha një zgjedhje Perëndia, sepse ai nuk do të jemi robot. Ai nuk do që njerëzit të mos kenë zgjedhje tjetër veç se ta duan atë. Ai do që ne ta duam atë nga që duam. Ai do që ne ti themi po atij, por kjo kërkon të themi jo gjërave të tjera. Dhe më pëlqen kjo histori që do ta lidh me ju nga Bibla, që thjesht nga kjo mund të nxjerrim gjithmonë mesazhe, por tek Zanafilla 11:31 deri në 12:2. Abrahami nuk ishte njeriu i parë të cilit ju ofrua një mundësi për të shkuar në tokën e Kananit e të bënte diçka të madhe. Terahu, që ishte ati i Abrahamit, mori të birin Abram dhe Lotin të birin e Aranit, do me thënë djalit të birit, dhe Saraj nusen e tij, gruaja djalit të tij Abram, dhe dolën bashkë nga Uri Kaldeasve për të vajtur në vendin e Kanaanëve. Në rregull. Ata u nisën për të bërë diçka. Por kur ata shkuan në Haran, u vendosën aty. Sa e sa njerëz nisen për më të mirën dhe vendosen diku përgjatë rrugës, sepse fillojnë vështirësitë. Unë nuk do ta bëj këtë. Nëse ka ndonjë bekim që duhet ta kem, do të shkoj ta marr atë. Amen. Ata u vendosën në Haran. Unë ju kërkoj të mos vendoseni. Pse nuk shkuan deri në fund, nuk e diu, dhe timi u bëj vështirë, ata u lodhën. Ndoshta djalli po u thoshte kur nuk do të arrini, kjo rrugë po zgjat shumë, për ndonjë arsye. Ata bën një zgjedhje dhe u vendosën. Dhe unë dua ta shihni këtë, kjo më mahnit mua. Terahu jetoi 205 vjet, pastaj Terahu vdiq në Haran. Pra aty ku vendos, aty edhe vdiq. Dhe a mund t'ju them këtë, nëse ju bini rehat me më pak nga e mira që Perëndia ka për ju, mund të mos bini të vdekur fizikisht, por do të ketë një lloj vdekje që do të vijë mbi shpirtin tuaj, sepse ju do ta dini se po jetoni më pak nga jeta e mrekullueshme që Perëndia ka për ju. Forca. Mos u vendosni. Mos u vendosni.